Beatrice Ramosaj është një këngëtare mjaft e dashur për publikun, ku na do të themi se ka fanza të shumta në mban botës. Një gjë është e sigurt, ajo është mjaft aktive në rrjetet sociale dhe i mban të përditësuar fancat e saj. Së fundmi, ajo ka postuar disa fotografi shumë të bukura nga New Yorku. Beatrice Ramosaj shfaqet me kostum rrobash fitnessi duke shpalosur linja trupore shumë fit, duke pirë kafe në ngjyrën e të cilave janë edhe rrobat trikse shkruan: Espresso vet, një hap në një kohë. Kujtojmë se Triksa tash edhe një kohë është larguar nga Shqipëria dhe gjithashtu nga muzika, por sa do të ndodhë ndonjë rikthim nga ajo, mbetet vetëm të shikojmë dhe të presim në ditët në vazhdim, ose ndoshta ajo ka hequr dorë përfundimisht nga muzika dhe po vazhdon me projekte të tjera larg muzikës. Na duhet të themi se Beatrice Ramosaj mori një famë të madhe për sa kohë ishte brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, ku aty krijoi një lidhje me Donald Veshajn, por lidhja e tyre përfundoi sapo përfundoi spektakli i shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.